Loredana Brati ka qenë ftuar në një emision së fundmi ku dha një intervistë mbreslëndse duke lënë përshtypje pozitive tek publiku, i cili e mbështeti me komente të ngrohta. Ajo ndau shumë detaje për jetën e saj personale dhe familjen, por njëkohësisht u pyet edhe për lidhjen e saj me Jozin, me të cilin u lidh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Situata mes Loredanës dhe Jozit u bë mjaft e komplikuar kur gjatë largimit të tij nga shtëpia e famshme, ai e goditi Gjesin me një shok larg. Megjithatë, Loredana u shpreh se është ende e dashuruar me Jozin dhe se ndjenjat nuk mund të fshihen kaq lehtë. Ajo po ashtu tregoi se ende ka unazën që ai kishte dhënë brenda shtëpisë. Në lidhje me të ardhmen, Loredana u shpreh: "Dua të shikoj gjërat mirë, nuk i falen dot vetëm ndjenjave", duke theksuar se dëshironte që mendja dhe zemra të shkonin bashkë për të marrë vendime të qarta. Ajo gjithashtu përmendi se nuk e kishte takuar ende Jozin, përveç disa komunikimeve të shkurtra që kanë pasur. Kur u pyetën se kishte marrë një vendim lidhur me marrëdhënien e saj me Jozin, Loredana tregoi se ka marrë një vendim, por preferon t'ia largohej ose të heqë çdo dyshim apo pikpyetje që mund të ketë mbi këtë çështje.